Një festë e historisë, kulturës dhe qytetit synon të jetë eventi Festivali i Dritave, që për 3 net me radhë do ta kthejë sheshin Liria të Durrësit në një hapësirë magjike të dritave, artit dhe muzikës. United Rise Foundation, në bashkëpunim me Bashkinë Durrës, nisën mbrëmjen e së hënës aktivitetin që synon të sjellë në qytet 3 net të mbushura me art, muzikë, kërcim dhe kulturë. Organizatori Ervin Lera shprehet se eventi ka në fokus promovimin e artit dhe kulturës, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë personave dhe komuniteteve në nevojë, veçanërisht fëmijëve. Nata e parë ju kushtua muzikës me një koncert të interpretuar nga fëmijë dhe adoleshentë. Durrësi sot është La Ville Lumière, ashtu siç është Parisi, qyteti i dritave. Ky është edicioni i parë, ne shpresojmë dalim mirë dhe të kemi të tjera edicione. Për ta bërë sa më gjithë përfshirës në moshë, United Rise Foundation ka ndërtuar një program nga fëmijë deri në adoleshent për natën e sotme, që do të interpretojnë në këngë. Nesër nga adoleshent deri në të rritur, që do të interpretojnë në këngë, kërcim modern dhe në numra akrobatik. Ndërsa nata e tretë ka një ndërthurje kërcime popullore, tradicionale shqiptare nga disa treva ose më saktë nga të gjitha trevat dhe muzikë klasike me një kuartet harqesh. Gjatë 3 netëve programi do të përfshijë fëmijë, adoleshent dhe të rritur, duke sjellë një program të larmishëm artistik. Për organizatorët, një nga synimet kryesore të festivalit është t'u jap vlerë dhe të sjellë më pranë publikut këngët dhe vallet shqiptare, duke ndërthurur traditën me format moderne të artit dhe spektaklit.